Pyetjen e kam nga publiku, duke qenë se do isha sot këtu, të intervistoj të gjithëve. Unë jam fjerake. Nga cili televizion? Është e nevojshme, unë jam përfaqësuese mediatike. Mund të jem dhe ndërkombëtare. Po qofsh edhe nga Marsi për atë punë, po nga cila media? Je shumë i mirë, Ka gazetar për media, do. Ti je një ndër, jo media është media 60. Sa është asistenca sociale në Shqipëri? Sa është asistenca sociale si shifër? Nuk e di. Po në Itali e di sa është? Nuk e di. Po nëse aty është 800 dhe këtu tek ne 50 euro? Nuk i di shifrat, kështu që nuk kam çfarë të mbi këtë. A nuk duhet ta dish? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme për popullin shqiptar. Është problematike kur mediat mendojnë edhe tentojnë që të bëjnë populizmin që deputeti di gjithçka, secili është në fushën e tij. Në fushën e tij ka informacion më detajuar, kur vjen momenti që kalojnë projekt ligje mbi një çështje të caktuar, informohet, deputeti është një njerëz. Dhe nuk e menduar që për asistencë sociale të uleni, të punoni dhe të flisni? Atëherë, do të bëjmë pyetje. Sa është në Shqipëri pagesa aftësisë kufizuar? Për mendimin tim lë shumë për të dëshiruar dhe më mirë s'po e them fare. Sa është? 50.000 lekë të vjetra. Është e pavërtet kjo, se këtë e di. Ashtu bë. Se ti nuk e di, dhe një gazetar duhet i di. Pra, populizmi që bën media, që kërkon këtë gjë për të nxjerrë keq sistemin e tjetër, duhet të jetë pak më sinqert. Kur gazetari s'di vetë se sa është pagesa aftësisë kufizuar një çështje që mua më është dashur të merrem, nuk mundet i kërkoj llogari tjetrit sepse s'di një gjë tjetër që nuk jam marrë. Po flisni për marrjen e kempit dhe aftësinë e kufizuar, për vizitat që bëhen tek doktori dhe që këta me aftësi të kufizuar duhet të vinë ditë më përpara dhe nëse i viziton doktori apo jo dhe t'ju bëj aprovimin. Jo, nuk është kështu. Ka një problem tek çështja e kempit me cilën jam marrë, që ka të bëjë me kempin e pror, po nuk është kështu. Doktori është në zonë përkatëse. Ka një problem aty, patjetër që ka një problem. Po ka të bëjë me kempin e pror që duhet vinë në Tiranë për verifikimin. Pra, po gjithsesi, çështja kryesore është kjo, populizmi ka